San Chirico Nuovo. San Chirito Nuovo ndodhet në pjesën e brendshme të rajonit të Basilikatës, në zemër të Apeninëve Lucane, në një lartësi prej rreth 800 metra mbi nivelin e detit. Pozicioni i lartë ofron pamje panoramike të peizazhit natyror që i rrethon, ideale për adhuruesit e sportit të eqjes dhe ekskursoneve në natyrë. Shumë i lashtë, i lindur në shekullin e 6 të PS, ky vembani me shpreh gjithë bukurinë e tij në veprat e artit të ruajtura në kishën 9 të San Nicola të Barit, në të San Giovanni, në kangjellët e larta prej hekurit të fraktuar që karakterizojnë pamjen e fshatit dhe në atë që ka mbetur nga 3 kaj e kështjellës feudale, ku ruhen ende orendit e kohës. San Chirito Nuovo është një vend i qetë dhe simpatik që ofron një përvojë autentike të jetës rurale italiane dhe një aratisi nga zhurma e qyteteve më të mëdha. Rrënjët arbëreshit të San Chirito Nuovo janë një pjesë e rëndësishme e historisë dhe kulturës së komunitetit. Këto rrënjë pasqyrojnë traditën, gjuhën, fenë dhe kuzhinën vendase, duke ndihmuar në mbajtjen gjallë të kësaj trashëgimie kulturore.